Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe miq të kësaj familje, mesin e tyne edhe unë jam me juve, mirë se keni ardhur e mirë se keni ardhur, edhe këty në Zot ju dhash bereqet që ne kanë bërë ftesë. Ky mezhlisi sotit është shtesë për ummetin tonë, për popullin tonë, edhe një lindje e re. Allahu Jalla Jalaluhu, inshallah popullin tonë nuk e zhduk në forma tjera, por inshallah lindin edhe shumë lindin. Na kemi përfaqësues tonin Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, andaj ndëgjojmë Allahun Kur'an çka thon, edhe Resulullahin sallallahu alaihi wasallam se si ka shpjeguar Kur'anin famlar. E jo këta projektantat e zamanit tonë që projektojnë ligje edhe në fund dështojnë sepse nuk i konkurohet me ligjdhënie Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu në Kur'ani Kerim ka thonë: "Afa hukma al-jahiliyyati yabkun, wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun." A ligjeve të ignorantëve ju pasoni? E kush është më mirë ligjdhënës se sa Allahu që ju ka kriju e juve. Prandaj edhe ky që omunuam në kufizu gjërat e islamit, trojet tona, ky ligjdhan si i ri, prej të cilit janë distancuar dhe vëllezërit e vet, gabim të madh ka bën, po inshallah bën tobe istighfar e i rikthehet dinit, se ma të fjalë ka dalë për dinit islam. Të nderuar vëllezër, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar anë të katëru, shumoni, wa të naselu dhe martonu dhe shumoni. Bile në hadithet tjetër, se hadithet janë shumë, thanje profetike, ka thonë martoni femna që janë lindore, pjalltore, që bëjnë shumë. Përseja Resulullah po ta këshim pyet, ka thonë sepse inni ubahi bikum yawm al-qiyamah, nga se unë do t'jam krenar me ummetin e madh ditën e kiametit. Resulullahi gjatë Mirajit që ka pas mishtatin qiell në kthim, e ka pa një horizont shumë të madh me zi prej popullit, edhe ka lakmua, thot Gjibril, kushon ky popull ka që madh? Kushon ky popull ka që madh? Një horizont shumë të madh. Sa populli Musës, kombi Musës. E kombi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ummeti Muhammed sa është i madh prej ummetit Musës, ka treguar vetë pejgamberi para ashabëve të vet, ju ka thonë: "A jeni të kënaqur me një të tretën e ummetit që jeni ju musliman ditën e kiametit, vetëm na një treta?" Ka thonë: "Po ja Resulullah." "A jeni të kënaqur me gjysën e krijesës sa ka kriju Allahu prej Ademit deri në fund?" "Po ja Resulullah." Ka thonë: "Ummeti jam do t'jetë 3 hise e krejt ummetet 1 hise." Në hadithin tjetër ka theksuar gjithashtu se krejt popujt ditën e gjykimit do t'jenë 120 rreshta në xhenet. 120 rreshta në xhenet. Po një rresht sa do t'jetë i madh? Ai rresht do t'jetë i madh sa 500 vjet që mundet njeriu me ecë. Nuk e vallahu alem më shumë. E ju do t'jeni thot 80 rreshta, 40 rreshta do t'jeni krejt pejgamber para meje. Na jemi ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ju keni ngua, po se mbaret edhe me vlytin shëngoni. Unë bjure citoj një pjesë me vlytit aty. Thot edhe kombi Musës kish paston, prej ummetit Muhammed tishim kon. Prej ummetit Muhammed. Na jemi ummeti Muhammed. Merë në moment se ju trit që bëjthoni qësaj lajka. Kush merë ma shumë lajka se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për 24 orë. Për kënd qohët salavat ma shumë se për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam 24 orë. Djali i pari imi kun kalija ka mundit emnin Enes, djalit tim. Edhe po e takoj në Kairo, isha student, për jam martuar në Kairo, po e takoj një hoq prej Halepit Siris. Po njoftohemi, kif një thash po, si ja kënë ditë emnin, tha Enes, thash Enes, pse Enes? Thash pse ka qenë shërptori Resulullahi dhe ka bo hizmet Resulullahi, Enes ibn Malik.
Apo ma mirë se Muhameda ka, e Allahu Gjellëshan hu dashti Zoti, që të Muhamedin që kam të mnat, të ma dha Zoti mas një vjeti mas e nesi, e në gjithë emni Muhammed, lakmoni mas e emnave të mirë. Një predikim kështu të shkurtër që ju kretë duhet të animoni neve. Jo të animoni kur ta kam fjallën, në animoni për këta, mos kuptoni ka kjo. Në animoni moralisht edhe në predikim, se jemi pak na. Edhe që ajo paka nuk ha buk për arsye se ka pëndor, ka njerëz të cilët neve mundohen me na kompromitua me një fjallë, po ti e ki përborç me predikua se për që të po paguhesh. Jo valla unë që 2 vjetë e gjysë jam penzion s'paguam, për jasë kuj të mon tash. Tash Albin Kurti duhet të thonë hyp shtia 20 euro ma shumë. Po predikimi i fjallës Allahut Gjallaluhu është nder, sepse është mesazhi i Zotit qiellor, të cilin e ka ngarkuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, prandaj është nder ta predikosh fjalën e Allahut, ti thua një vllaut, një shokut, një mikut, ku falesh ti? Me cilën hoç shoqërohesh ti? Për cilit hoç ki më marrë këshilla ti më shumë. Ki pa për mjekësi, thët, unë jam kërë të filani, të filan doktori, për sytëm, të falanin së ndroj, për vesh të falanin së ndroj, e për edukimin fetar, cilin hoç e ndrojsh e cilin së ndrojsh. Se njënit njëheri thash, të cili hoç shkësh, se tash kemi hoxallaru të rangove të ndryshme, të kvalitet, jemi mashallah tash, kur hoxhallar Kosova më të mirë s'ka pas se që ka sot. Kuadër më të shkolluam se që ka sot Kosova nuk ka pas kur. Mbi 3500 jemi të diplomuar në botën islame arabe në vendet të ndryshme. E tash të cili hoxh nuk përshkesh se që të lidheni me hoxhallarët e jo me ata që janë anti-hoxhallar, që punojnë kundra neve, si kur kjo lajmet që po i ndëgjojmë çdo ditë, ose kundër mbulesës femnës, ose kundër alkoholit e kundër asajët në mëksaj. Na ma herët, sidomos punëtor të arsimit, që ata i kanë gjeneratat të ndorë, se ata i kanë 9 vjetë gjeneratën e parë, ato me lakon që shdo në shkretin. Por, na kër i kishim mësusin, na kër ishim në zonë sa shkollës fillore, më kujtohet si sot, unë 4 vjetë i këmë borë në Zaplugje, shkollë fillore, më kujtohet si sot prej Rahmetlis, Haxhi Abidinit, Bredesarës, mësimit e para që i këmë marë, mandej këmë marë 3-4 prej Fari Musliut, po ato të parët nga betaret që i këmë marë se harrej kur, se kanë qenë sa do pak për një musliman. Më kujtohet vjershe alkoholit atëherë që dikush ka thonë, la ma është menda, po ma është menda se trunin të vëqli, ka thonë, një thonë Arabje, një thonë një Arabe, trunin vëqli, që ka shënon është si shkrimin gurë. Pjaneci afer brekut të një lumit, ku kalon të uj shumë, pin të këndon të një njeri, pjaneci në gosti, raki, hapi krad dhe ra për mirë, ra në lumë deri në fyt, dhe në qef të rakis dreqë, myt. Ato gjëra nuk harrohen, ama duam predikimin. Kur po vi unë në pojë, që përshkoj në pojë, se një që i aronë a shoke, i që ronja t'i kom atje me sigurinë e ronja vogël, ka vete kompirave dhe në Zaplugje imja, kur përshkoj edhe në gurë zia t'i kërpej qiri, edhe ato këtë zotit e kanë fliqë me alkohol. Në gurë zia alkohol me quve, wallahi, unë i këmë thonë, s'kimi faj ju, në kanë vdek do bura, e që tash mësi kanë vdeka do bura, se për hatër t'yra burave s'kishin gëzuhe me qurë gurë zia tje, me nej fliqë edhe baktis, edhe ujkut mja fliqë, edhe leprit mja fliqë, edhe bretkocës mja fliqë atë, vendin me pija alkoholike. O vlazën, ju duam, jo vetëm të hapë edhe të pijim, si kur që handrëm edhe pijim, po kemi në një mision këtë vjetën tonë. Andaj, prej pak, mos me zxatun shumë, po prej pak më veteve që duhet bajt, duhet në gjithë qështë të jetojmë më gjërat të cilat i ka kriju edhe i ka projektua kriju si gjithësis. Ato që i ka i projektua kriju si gjithësis. Ju që e dini sërbishtën, se dhe më ka pak e di, në kotë Jugoslavi si kanë tonë, ati Triumfinovicit, Zakono Davac, liqë dhanës, si kur që ta liqë dhanës atë të tonë e. A i duka gjeni i pes, një herë në një debat televizive pyetën,
çfarë ligji, çfarë sistemi ka Kosova, aq sa ka përkthy, sa ka qasi sistemi, qasi ligji ka. Pse? Merë pak për bulgarëve, pak për grekëve, pak për shkive, pak për katalikëve, pak për kroatëve, pak për austriakëve, edhe u bani kushtetut. Kushtetut me 98% musliman me sulmuan kushtetut në mënyrë ligjore me kundërshtuar dinin e Allahut, Kur'anin, mbulesën, havalen, babën edhe nonën mos me pas më prind, po ka prind një prind dy. Babë e nonë, të cilët Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka radhit mas adhurimit Allahut, babën e nonën respektiv. Wallahi, por që se kini kiber, mendet madhe kini, e si ja puth një babës e nonës dorën e ballit, me plotësi, me plot devotshmëri dhe me plot modesti. Wallahi ladhim nuk i kini punët mirë. Për japim zorë në kret, kini pa TikTok i babë e nonë, internet i babë e nonë, Facebookat babë e nonë, ama në ndimoni edhe ju babë e nonë. A përshe baba edhe nona që ka përbon për e vladin të posa lindun? A përshe një që ka përbon aja? Na kishim mujt me bon dhe na ma shumë për të kishim pas kushte në zëmonin tonë. Edhe baba jem kishte me bon. Shkon kjo shka ka bon kjo? Kanë thonë djetarët, kër të pritet kurbani për një vlad që lindëm, ka thonë, është si kur kër e kje në kafes, dishka një zok, një foshnje, ja ka qelë kafesin, e me kurbanin që ke prej, a i fluturoj i lirë. Kështu kanë përshkruar dietarët e kësaj situate. Prandaj na që i thënë moti kemi thënë në opoja përgjim, po më duket, ka ardhur kjo term nuk e di, ose babin këtu në Prizren, thënë edhe këtë term kur suni kam ramas ose s'kam mujt me gjet. Akika është legjitime në ligjin tonë në fen islame, nga se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam ju ka prej një pa vetë. Edhe sahabët kush ka pas mundësi kështu më radhë, edhe na kohëve të fundit kemi prej, unë e kom prej kur janë rritë ka ma vonë, pse kushtet që ashtu kanë ardhur. Pa nuk mjafton vetëm kjo. Do t'i përmendjun pak qika me të cilat ju, sa do pak do të furnizoheni që ta kini një material që kini ardhë dhe kini hangër këtu. Se na kur dalim arrim, tani masit dalim piqetuhit, ja nisi me folë në shka, ke mishi i mirë, ke i zim, ke i pazim, dreka mirë, e mrekullushme, anë i kënirë, dhe kush qëtë edhe kime, gjën kime në vo, s'ke bashe mirë. Ose, pa hoxha që ka tha, vallahi mirë, pa ta anë i kënirë, ja, vallahi qëtë se ka këdit heqë. Qështu është jeta jonë? Do më thonë, do që është të banë, do që është të banë. Po unë para juve dhe i përmendi disa gjëra që të kini parasysh të gjithë, sepse predikim, me predikua fjallën e Allahut dhe fjallën e të dashmit tonë, të Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, është nderi jonë dhe karakteri jonë. është nderi jonë dhe karakteri jonë. Po si është nderi jonë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që i tregon njerit ka mira, e bon atë mira i personi, qatë se vape ka dhe ky që i ka treguar. I thush fale namazin. I thush agjëro Ramazanin. I thush respektu babën edhe nënën. Prandaj pak pika do të them, edhe mandej masi edhe këta rinien, shumit si një rinia në knina, edhe djalit tem për jalon fjallën. Edhe pëse se këm pas atë djalit tem jalon fjallën asë njëherë në përmëgjlisë. Na o vllazërit e mi, jemi të urdhëruar të adhurojmë vetëm Allahun sinqerisht. Vetëm Allahun sinqerisht. Jo më shkuat e mjeku, valla mjeku mos kishe konë ti marova. Gabove shirk bëre në Allah. Mjeku sebepin e bërë. Në tonë janë ndeza, nuk ndezë, unë ati atona nuk e di. Ai sebepin e bërë dhe u kry punë. Edhe operacionin mjeku e bërë, mjeku bërë. Ama ka rezultat, veç a jetin. Ata prej aeroplanit bjet, një orë pështorë. Që ati zoti i ka dhërën ymësh, jetë. Pra ndaj mës me gabua, po adhurimit bëhat vetëm për Allahun sinqerisht. Numër 2, adhurim do me thonë me praktikua ligjin e Allahut në ftyrë tokës.
që ta di një adhurim. Se dikush këtu në dunjo prej trive, prej vrej, po thot unë adhuroj filon sportistin, a unë adhuroj filon këngëtaren, unë adhuroj filon artisten. Ti shkret për kokë, ti të shkoj jetë ato adhuru që si njerës, për kur desin e ta shkavoj që ti, këngelish më adhurua, e gjojsh këri tjetër të adhuruar. Allah i të shpëtoft prej adhurimeve të gabushme. Adhurimi bëhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala, edhe ato duhet të bëjë adhurim i sinqerisht për Allah. Jo me dyftërsi, apo me hipokrizi, apo me munafiqllëk. Kjo numër 1. Për këtë jemi të krijuar. Përse jemi të krijuar? Për me hëngër me pija? Jo, jemi të krijuar për të adhuruar Allahu xhalla xhelaluhu. Mandej detyra tjera kemi. Me njëherë mas adhurimit të Allahut është detyra e dytë me respektu babën e onë. Sa me i respektu hoq, maksimum ka me shkua. A kini pa fëmijët e vegjël që i rritë në 1 vjeç, 2 vjeç, 3 vjeç, sa lazdrohen. Ti hisja për shqepit, që ashtu dhe babës duhet një abo. Aj, ti me të mirë, aj, ti me të mirë, aj, ti me të mirë. Rabbi rhamhuma, kema rabbejani, saghira, o Zot, mëshiroj këta, si kur me mëshironin kër isha i vogël. Baba e nënë. A më shumë, je me prit halili me të ashti baba nëse nënën ty më qerda ati. Në pasmet për neve dhe kush që shtu me bo kuku për neve, kuku për këtë popull, që e kemi pëlqyë përëndimin, baba se nënës gjomën e fundit të jetës, se ti nuk adurojmë të shpia, dhe të adurojnë ata që marrë në rogë atje, ata që marrë në rogë kërtina të të shë halasë, të halasë e këtë për ju ha. S'ke gjëbërdis hala Isaka, se s'ka nënës s'ka babë. E qatë rogën e marrë dhe thënë qafën me gjithë ti. Baba e nëna. E treta, nderi familjar. Kjo familjar. Pse kjo familjar? Që mës menije gruja keq për burin, as buri keq gruën. Dhe më thënë respekt, ndërsjelt, reciprok. E katërta që po vujmë shumë, është edukimi i fëmijëve. Edukimi i fëmijëve është shumë rrezik sot, edhe shumë në rrezik, rritja dhe edukimin e fëmijëve kemi shumë në rrezik. Edhe nas kemi pas kushta në këne, po që ashtu mas babës e mas nënës kemi hecë, e majnë mentun si sot, kur u vonë kjo bajrame, ju shkreshim për mas vizit këtë shatit, ju e dini zaplugjen shështë, për para edhe në mahal të gjamia dashim për bajram, e në të mqine, po se po, mahalla janë rënaki, po se po, se unë jam dhe rënaki të dashit me dit. Fëmija është sot, qatë më spase, na i ndjekshim babën nënë. E sot me kushte plot, sot vetëm ja përplasis celularin për para që aty, edhe thej qafën e duesh, qysh duesh e dëpoj. Ndish në rrugën e drejtë të Allahut subhanahu wa ta'ala, ndashim me pas sukses. U bon 4. E 5. Dinin tonë kush e ruan nëse na jo. Cilat kushte institucionale në Kosovë, me ligj, me kushtetut e mbrojnë fejnë, kalzoni, unë ndishit dishka. Asë njëherë. 218 gjamia ka djekë shkavi, kreti kene marrua me paret lypne dhe me paret sosatave, kërse i dojën 5-6 kisha e kushtetuta e Kosovës apo parlamenti edha për ato kishat sërba të në maj kërë dojën 85 milion prej bugjetit tonë. Kishat i ndreqi bugjeti Kosovar. Gjamiat kush i ndreqi bugjeti Kosovar, s'kemi nga bugjet prej shtetit kiq. Ani që s'kemi, ne do të vazhdojmë rrugën, elhamdulillah, kreta institucionet tona janë të nivelit më të lartë, edhe jemi shoqëria më e ngritur prej kretë shoqërive në Kosovë, nuk kemi organizat më të ngritur dhe më të shkollume për momentin. As ata të arsimit. Se jam jo për 4.000 kalzova, kretë kemi diplomuam e kemi 1.060 doktorë.
Allah i na nimof, është krenaria jonë me këto që për i lavdroj ju. Krenaria jonë. Elhamdulillah. Vëtarin kush laruan. Që ta gjytyrima që kem, u qumë. Që ta që kem. Do ma të mire, do ma të këshie, do anje, do këne, që ta që kem. Dhe prapë mu ngushtua, apo e që shtu që jam i duhet në do. Pse? Nuk kete të këndë. Ti e ai që duhet me mbroj dinin tënë, edhe vatanin tënë. E 7 dhe 8 janë 2 gjërat e cilat edhe me këto e mbyllim fjallën time. E 7 është moralin me rujtë. Morali që shruhet? Morali ruhet me 2 fjallë. Nese nuk i përzim bja me vajza, mi ju thonë, sonë të është nata e. Ajo nata e maturantëve, që pitoni? Të prej kryjnë shkollën një. Sonë të nata e maturantëve, nuk shkruhen gjunohe sonë të, po një shkadoni se ma shihën jasrinë në zvitë. Shtu mi ju thonë, kujtesari në zonë sërë. E me shku me i quë ndurës ka 7-8 ditë, e mës me ditë kush ku po fle, kush me kanë po fle. Kështu nuk ruhet morali dhe karakteri familjar. Me këtë roje kësisaj, mandej pasojat vinë. E dini ato pasojat që pa pëndodhë. Morali është maj lartë. Prej moralit njeriut, në ka thonë vetë Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, إن أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Mësë afërmi të unë ditën e gjykimit në xhenet, do të jenë ata që kanë moralin më të lartë. Allahi na i plotësoft moralin tonë dhe edukatën tonë, edhe familjare, edhe shoqërore. Edhe fundit vllazërit e mi, e fundit është rune lekun. Mëse harxhonin haram. Mëse harxhonin haram. Pse? Son rregull. Për shembull, unë i kërkoj da e zberat temit, ku që kam dohanin e pishum, këmi folë sa herë, po a e din për vetit, se për shembull disa vllazën që po e lakmojnë dohanin e po e pinë, 360 ditë, ka 5 euro mi pinë ditë, ato bëjnë afër 2000 euro. Ti hala numrës ke shku një herë me pa qabën edhe xhamin e pejgamberit. Ose në haqë, s'po folim për haqëllet. Ose kurban s'ke prej. Shte, fillim Ramazani, deri në kurban Bajram 100 ditë, 100 ditë, ka 5 euro, 500 euro. Hapë se s'prejve kurban, në rogat e vopla i kemi. Vllazërit e mi, për fund, edhe në paqa ka bue, Allah i me falët. Por po ju tham juve, merë një gjëra të që i dëgjuhet shumë serioze, edhe ne ipni dorën, ne ipni krahun e moralit juj, edhe ne ipni dorën edhe krahun fizik, moral, edukativ, fizikisht, materialisht, po gudzoj me thonë, se më së thoni edhe pare. Unë edhe pare lipin e për mezhlise, po këtë se kam bo një jetësat, se mire më ndërtimin e xhamijave në për Shqipëri ju e dini, ama ne ipni krahun që kjo shoqëri jo me med gjithmonë që tu ku është. A ka me deri tash për aspektit fetar, po është ti qka dhush? Unë e thëmë, jo, valla, ki bjehet shumë për para. Unë kër këm falë namazin e parë, që më falë, që ja kam nisë, bismillah, ta gjatë njën i brëdesanës, ja kam nisë mësimit parë, jem konë i vetmi fmi në xhami. Bëllëm jo thënë drejtën, plekë kërë pëshishin në xhami të vetëm, më përzinishin për xhami, sajtë të shkën shumë. Edhe në Tërzimahal, ku këm pasu në xhami, edhe në Hoxhamahal, ku këm vetat gjatë në një imam, e më koni vetëmi fmi, tash e di që si jam i vetëmi i ri. Më unë më plaka dole në penzion, për e di që këtë kënë në xhamis. Edhe ju di edhe juve që shumit se jenë në xhamis, më boni halal për këtë kozgjatje, në më shumë unë s'po foli për javë tash djallit tem, tash është që ka për nasët. A u mërzitën? Jo. Nëse ju që s'po mërziteni, na bukë këna hangër, ta shpim edhe kafe edhe në muhabetin.
A bën çështu me vëllai? E zoti darsën sa bën ajo. Atë ky po thot po, atë ti edhe kafën na çesë shumë na në muhabetin inshallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Unë s'po do më shumë, kam po të përri me juve, që po bëjmë bisedë pak më të lirë, se më duket se mësuesin klasë më s'po. Mësuesin e patëm tash unë një nxënës pak më rol. Fillimisht falenderojmë Zotin Xhelel Xhelalu për të mirat begati, dhunti që na ka dhënë, alhamdulillah, falenderojmë Allahun Azza wa Jall për udhëzimin që na ka udhëzuar në këtë fe, sepse mos na kishte udhëzuar në këtë fe, s'kishim me qenë sot në këtë neje që jemi, sepse kjo neje i përket direkt rregullave të fesë islame për lindje apo për të lindurin. Domethënë, në këtë rast falenderoj ashtu familjen tuaj që na ka ftuar, Lan Xhelal, edhe Mahirin pastaj edhe djemt me rand edhe Besin ashtu. Me gjithë familjen e falenderojmë edhe po vjen mirë që po njoftohemi pas një kohë të gjatë, sepse ndoshta baba jam i ka marrë mend lidhjet farefisnore, po namat matrit, duke u shkëput dul, duke u largësu, largimi për mund vetën edhe një zotë e din gjeneratat e arshma kanë më njofta jo. Kështu që ju falenderit për ftesë, Zoti ju shpërblet, e lusim Allahun Azza wa Jall që për këtë gjallë që është prej kurban, edhe janë prej 2 kurbana, për Amarin. Për Amarin është një muj e gjys, e lusim Allahun që të bëhet burr i madh, burr i ndershëm që shërben popullin e vet, familjen e vet, dhe jashtë hajrit dynjojën. Inshallah bëhet për i më të mirëve të vendit, pse jo. Një ashtu mora vesh Mahiri ka prej kurban edhe për vajzat, edhe Besi ka prej kurban edhe për djalin edhe për vajzën. Domethënë si mora vesh edhe emrat, mashallah edhe emrat e mirë shumë. Yusuf, Hana, Mahir, emra të mirë. Prej detyrave prindrore na si prind është mja zgjedh edhe emrin. Kur ka përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam rregullat e lindjes, ka përmend emrin, kurbanin, sunetet e lindjes. Tradita islame çka bën me lindjen e një familje. Prej traditave të para si të del në dynjë, prej rregullave është mja thirrë ezanin në vesh djathtë. Kjo është e para. I thirrët ezanit që le ta nin emrin e Allahut Azza wa Jall. Mas pari, Allahu Ekber, e njën fjallën e Zotit, ato që e ka kriju. Sepse da kam su pejgamberi që në lindje, shejtani mundohet që atër një. Si t'lind, atër mundohet në ngacmin. E na jafiri me zonin, më thonë, kada se ka Allah, ka krijues mbi të gjithë ne. Ajo që është bë, sot është bë një punë e madhe, nuk o punë e vogël. Do më thonë, o prej 2 kurban, nuk matët kurbanin në vlerën e pagesës sa ka qenë, por në formën edhe në simbolikën që e ka. Do më thonë edhe një kurban të shprej, njeti që ka o bo, për ato që o bo është njeti është ajo që i jep vlerën edhe këtë veçorit e kësaj neja apo këti takimi, kësaj ceremonie që keni arë. Një ashtu juve ju falenderojmë që keni marrë pjesë, sepse qysh nuk ndodhin gëzimet, ceremoni nuk ndodhin pa miq, apo? Pa javona shoqëni nuk do të gjithë ta shprehin këtë gëzim për njëri tjetrën, e ata që na kanë thirrë falenderojmë, e na që jemi të falenderuar një ashtu. Zoti ju shpëlbeft të gjithë. Ato që do ta përmendi sot, pa e zgjatur, unë s'kam njëtë me zgjatë sa babem, po është një argument shumë i thellë në këtë drejtim. Një argument shumë i rëndë edhe shumë kuptim plot mu në këtë çështje të akikës. Këtë çështje të akikës, ka akikës që kemi është prej kurban. Ajo është sigurisht të gjithë kemi ndëgjuar Imam Buhariu. Imam Buhariu është prej dietarëve të mëdhenj të botës islame. E ka librin e tij Buhari, po ka edhe një libër tjetër, Al-Adab al-Mufrad. Në këtë librin e dytë e ka përmend një argumenti është i saktë, se një prej shokëve të sahabëve. Shokët e pejgamberit quhen sahabe, shok. Fjalën nga sahabe përdorin është në arabi shokët e pejgamberit. Shokët e këtyre që kanë ndjek pejgamberin, pra, sahabe,
nuk quhen mosahabe, po e kanë emrin tabiin, për cilësit e tyre, apo pasardhësit e tyre. Pra pejgamberi, sahabët, tabiin. Një prej tabiinëve thot, më lindi një djalë. Një prej tabiinëve thot, më lindi një djalë. Edhe janë gjitha emrin Iyas. Iyas për emrave arab vjetër. Në rregull, sikur Ilias që ngjesin, Iyas afër aty. Thot kur më lindi Iyasi, u gëzova, si çdo prind që gëzohet, Zoti më dhani djalë. Thot e bona akiken, e bona çet ceremoni që e ka bosur Mahiri, ka prej kurban. E kjo bëhet natyrisht në javët e para të lindjes. Pejgamberi na ka mësuar, ka thonë kur të lind fëmia në ditën e 7 ose 14 ose 21, 3 javë e para, i prehen flokët, jepet sadak në gramazhe me aty në flokë. Pastaj. Që masi i prehen flokët bebës në 3 javë e para. Bëhet synet nëse është djalë. Prehet kurban 2, nëse është djalë, 1 nëse është çift, prerja e kurbanit. Edhe thirrja e zonit ke krejt fillim. Në rregull për këtyre ceremonive të lindjes. Po thot Muavija, ku e patëm ky tabiini e ka emrin Muavija. Çka tham, lindi një djalë. Iyas janë gjitha emri, pra Iyasi i biri Muavijes. Në rregull, thot kur lindi djali, thot kanë me thirr në ceremoninë e akikës që ku mbrej kurbana. Thot kanë me thirr më mirë njerëz më të ndershëm dhe më të mirë se sa shokët e pejgamberit. Ky se kishte mri pejgamberin, po e ka mri kon shokët e pejgamberit. Thot nuk kisha kanë me thirr më të mirë njerëz musafir se sa shokët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thira prej tyne që kishte lot kallaballak. Ka mujta me. Edhe morën pjesë të gjithë në ceremoninë e djalit të. Edhe thot, nejse hangërëm prej ushqimit që kishim prej mishit, domethënë kurbani edhe falenderim Zotin është, edhe një ashtu nder dhe respekt për musafirët, edhe ushqim halal, është prej ushqimit bereqetshëm. Thot hangërëm u kënaqëm edhe shprehje gëzimi ndaj Zotit xhela xhelalu që ka dhuru në vlat. Thot pasi e krytëm ushqimin, thot sahabët, shokët e pejgamberit, si çdo herë e kishin zakon me bë dua për ata që për nikoçirin, për ata që i ka firë. Edhe secili prej tyre bëni dua, Zoti dash bereqet, Zoti e shtof, Allah inshallah për mirë vim, po dhe bënin dua për djalin, për rastin, për ato që është prej. Sikur dashun e çështon, e lut Allahun azza wa jall që Amarin u bofti hajrit, u bofti mirë, u bofti hoxh, u bofti doktor, u bofti ndershëm, u bofti kështu me radhë. Dua. Edhe është shumë e ndershme duaja, sepse me bëmu u përgjigj prej njënit prej neve që jemi të sinqert, të gjithë du të bëmë. Njënit me u përgjigj lutjeve, Amari u bëburimat. Allah i dhëtë bereqet, qështu është. Thëtë sahabët bënë dua të gjithë, edhe unë e veç të isha amin, sepse duat e sahabë. Shko dhe më thonë duat e sahabë. Amin. Thëtë unë isha me të madhe me shprejhat përgjigjen time. Thëtë pastaj kërkova leje prej sahabë, prej musafirëve. Amin një leje të bëj unë e dua, e ju të bëni amin. Tash baba po kërkën, Muavija. Edhe ta thënë, po mërë pëse jo? Ta i ngrita durët edhe bëna dua. O Allah, bëne e vladin të më të hajri, bëne të meqëm, bëne kadi, bëne djetar, bëne kështu. Thëtë fëdautu Allah e fi dinihi wa aqlihi. Bëna dua në mendjen e ti, me Allah me bënë të meqëm, të shëndosh, edhe me bëndin fetar të madhë. Me bo musliman shumë të mirë. Thotë, unë e boja dua, sahabët thëshin, amin. Thotë, kur u rrit Iyasi, tash djali që jo prej kurban, për të u rrit. Hala pa i pas 15 vjetë Iyasi, o kom prej djetarëve të kohësve. Pa i pas 15 vjetë. O bon prej djetarëve të kohës vetë, edhe prej njerëzve më të mençur që kanë njoft gadishulli arabik. Sot kur të hymë një shkrunë në Google, Iyas i biri Muavijes, ose Iyas i bën Muavija. Ju del
shembulli më i mençëm në dynjë që ka mujt me qenë prej kohës pejgamberit deri në kohën tonë të Arab, ka qenë i thënë min duhatil arab. Kur është përmend mençuria, i kanë thonë çai ishi i mençëm si kur Jasi i biri Muavijes. Prej kohës ti, kjo ka ndodhur para 1350 vjetëve. Ky rast. Burdahi. Domethënë kur merret shembull ishi i mençëm sikur Jasi. O bo shembull në mençuri. Po thot baba vet, thot kur i ka bon 20 vjet u bon kadia, kur i ka bon 20 vjet u bon kadia i vendit vet me rrethin. Në atë kohë. Kur i ka bon 20 vjet u bon kadi i tokave të veta atje, edhe kadia më i drejtë, domethënë gjyqtari më i drejtë i kohës vet, që është marrë shembull e baba vet tha. Baba vet çka tha? Tha vallahi, shikoni baba vet çka thotë. Tha vallahi po e di prej ku e kam këtë djalë, kaq që Allahu i ka dhënë bereqet. Prej duas kur e kam bën, thot edhe sahabëve kur e kanë nakikën e tij. Inni la ajdu hadha al-khayr, unë e gjoj këtë hajër, këtë bereqet, prej para 20 vjetë kur ka lind, kur i kam prej kurbanat i kam pas musafir. Sahabët kanë bërë doa për to, edhe unë e thotë këmë bërë doa, ata kanë bani. Mas 20 vjetë e thotë u bërë burri i kohrave. Një prej dobive që mundet me pas, që kene e sotë. A ka hajrë më të matë halzone? është kërpysë. A ka në bereqet që me 2 kurbana ati, edhe me pak shpenzim, se s'ka vlerë, s'ka ka shpenzu, prej duave të aty në të pranishme me pa hajrin, kur pritët mas 20 vjetë, me pa hajrin të dynjoja, jo veç të familje. Edhe na lutemi Allahu Azza wa Jall që Mahiri e Jusufi edhe familja në përgjithësi, Allahu t'ju jep hajr e t'ju jep bereqet. Inshallah bon burra më të mirë se na, të ardhshëm. Pasardhët inshallah bon më të mirë se na, më të ndershëm, që t'ja sheh hajrin dynjoja. Sepse pa pas bereqetin e Allahut, bekimin e Zotit mbi ne, nuk mund të veçani shkolluar shumë, po pa bekim të Zotit, mos më pa hajrin jashtë veç vetë hajrin. Jo, po dhe me pa hajrin na, po dhe gjithë populli ynë edhe vendit edhe ma gjanë. Me kaq s'po e du me, e kemi në karë dhe hoxha kështu, me kaq s'po e më përmbylli, Zotë ju shpëllet për të gjithë, faleminderit. Zotë ju shpëllet të rejve.